Agjencioni Swiss Umra ka organizuar një seminar informativ me njëtlit para nisjes drejt vendeve të shenjta për kryerjen e umrës. Seminari u mbajt në Gostivar dhe u fokusua në ofrimin e informatave të detajuara lidhur me të gjithë procesin e pelegrinazhit, duke përfshirë përgatitjet para nisjes, qëndrimin në Mekë dhe Medinë, kryerjen e riteve fetare si dhe aspektet organizative deri në kthimin e pelegrinëve. Organizatori i këtij aktiviteti, imami nga Zvicra dhe një herësh themelues dhe pronari i agjencionit Swiss Umra, Beki Malimi, theksoi se kjo është hera e parë që ky udhëtim organizohet nga vendlindja. Ai sqaroi se të gjitha përgatitjet janë realizuar me kohë dhe me përkushtim maksimal për të garantuar një udhëtim të sigurt, të qetë dhe të përmbushur shpirtërisht për të gjithë njëjtlind. Swiss Umra në Maqedoni, që tashmë themelon po ashtu edhe filialen e saj, duke përcjellur njerëzit për në umra, nuk ka dëshirë thjesht që ata të hypin në avion apo në autobus, por ka një seminar para përgatitjes, ofron për të njerëz një mundësi për shkëmbim bisedash, si kryhet umre, formati, shpërndarja e materialeve, çantat e shpinës, ndarja e ihramit, ngrënia e një darkës për bashkët dhe 100 pyetje të cilat qarkullojnë në prapakrye të mundet sonde drejt për drejti të parashtrojnë njerëzve udhëheqësve të tyre. Alimi theksoi se pas rreth 10 vitesh përvojë në organizimin e udhëtimeve të umras nga Zvicre, ky angazhim tashmë është zgjeruar edhe në vendlindje, me synim për t'u afruar besimtarëve një shërbim profesional dhe të standardeve të larta. Nisja bëhet nesër dhe zgjat deri më 21 janar me 63 persona. Alimi theksoi se Swiss Umra nuk ka për qëllim konkurrencën me agjencionet vendore, por synon të jap një kontribut shtesë në lehtësimin dhe pasurimin e këtij udhëtimi të rëndësishëm shpirtëror për besimtarët. Me 11 deri me 21 janar është udhëtimi i radhës, që pas saj poson po ashtu një udhëtim tjetër. Aktualisht kemi 63 persona në bord, të cilat do të kenë përcjellje nga teologë dhe nga teolog të tyre, dhe ne ofrojmë po ashtu edhe kualitetin dhe komoditetin e Zvicrës, pra nuk besoj se bëjmë ndonjë konkurrencë kolegëve tonë të këtojt, për shkak se çmimet tona janë pak më të larta dhe hotelet natyrisht janë në vit parë dhe vit të dytë rreth Qabës dhe Xhamisë Pejgamberit. Itinerari i udhëtimit përfshin të gjitha vizitat esenciale në vendet e shenjta, si dhe disa vizite ekskluzive që sipas organizatorëve realizohen vetëm nga ky agjencion. Të njerëz që nga Gostivari, që nga Tetova, do të marrin programin ditor në dorë të shtypur dhe ata do të shohin ditë për ditë se ku dhe çka vizitohet. Vizitat janë standarde, pavarësisht ato të cilat vizitohen Xhamia e Pejgamberit alayhis salam, vizitohen luftrat me rëndësi historike Uhudit, Xhamia me dy kible, Xhamia Kuba në Medinë. Flasim për vizita tjera të cilat janë paksa interne tona, të cilat ne u ofrojmë njerëzve. Në Mekë kemi natyrisht ato të cilat është e njohur, po ashtu përveç se kryhet umra dhe bëhen detyrat me udhëheqës profesional, ne kemi po ashtu aty edhe vizitën e shpellës Taur, kodrës së dritës në cilën ka zbritur Kurani dhe elementet të tjera të cilat janë pjesë standarde e programit në këtë kontekst. Ato të cilën dëshiroj të veçoj është se ne kemi të zhvilluar një aplikacion që është Swiss Umra aplikacion, përmes të cilës njerëzit e instalojnë dhe marrin të gjithë informatat, por jo vetëm, po ashtu ata do të ndëgjojnë udhëheqësin e tyre në formë të drejtë për drejti për çdo lloj lëvizje, çdo lloj dua, lutje që bëhet të brenda. Agjencioni Swiss Umra është themeluar në vitin 2016 në Zvicër dhe deri më tani ka realizuar me sukses 10 udhëtime drejt vendeve të shenjta, duke ndërtuar një reputacion të qëndrueshëm në organizimin profesional të pelegrinazheve fetare.